ne pam mbas kësaj mbledhje të gjatë. Cila është e para? E para që pësoj ka thënë lam të mirë tashmë qëndrimit deri diku naiv, mendoj unë, që partia nuk është zyrë avokatie, i jep një dorëheqjen dhe shkoni mbrëmuni vetë. Kur pra një qëndrim i cili përkonte një besimit verbër të Ramës dhe të tjerëve tek drejtësia e re, sepse ishte një drejtësi që shoqërohej me të gjitha fjongot dhe lulkat që vetë majoranca kujdesej të zbukuronte kohë pas kohe për ta shitur si produktin e vet më të mirë gjatë 13 viteve pushtet qeverisje, dhe cila ka çuar drejt qelive të burgut, në rrethana shumë shpesh edhe të padrejta, mjaft zyrtar deri më sot, s'është vendi këtu t'i marrim me radhë. Rrethana e dytë që lidhet me të parën është, dhe që ne kemi diskutuar shpesh këtë tryezë, është një nevojë graduale, por e pandalshme, mendoj unë, për të vënë pikpyetje dhe për të ngritur shqetësime të shëndetshme dhe konstruktive mbi një reforme cila është në vitin e 7 të zbatimit konkret, flas për drejtësinë speciale, dhe në vitin e 10 të votimit politik në parlament. Pra ka bërë një copë rrugë të madhe, dhe cila na ka treguar se së bashku me pjesën tjetër të drejtësisë ka prodhuar një situatë e cila është krejt larg atij premtimi fillestar që do të ndërtojmë një drejtësi e cila do të shëndosh plagat e drejtësisë vjetër dhe do të ofrojë standarde për shqiptarët. 200.000 dosje në gjykata. Njerëzit e thjeshtë që nuk gjejnë drejtësi përveç se sërish me lek. Institucione drejtësie, drejtësi speciale që realisht janë më shumë fantazma se sa institucione. Një rritje e peshës specifike dhe një hije e rëndë e prokurorisë speciale mbi gjithë shka tjetër që kap kompakti i drejtësisë, i reformës, si e tillë, përfshirë GKK-on, e cila na çon në një situatë ku unë kam thënë këtu tek ti dhe vazhdoj ta besoj, ka të zerruar mundësitë për proces penal normal, nga momenti që prokurori është komponenti i vetëm në sallën e gjyqit që vendos mbi 2 komponentët e tjerë që është mbrojtja dhe gjyqtari, në vend që t'ishte gjyqtari arbitri i procesit, ai finali. Kjo ka bërë që e gjithë ngrehina në dukje e bukur dhe e përsosur të ketë brenda disa viruse cilat ose disa smundje cilat me kalimin e kohës po vinë dhe po bëhen gjithmonë e më shqetësuese. Në këto kushte unë them që nuk është e rastit që ky krah politik që ishte sponsori i reformës dhe për shumë vite mbështetësi i vetëm i saj, sepse pala tjetër dihet e quan SPAK, e quan të... Vazhdon. Patjetër, vazhdon me këtë lloj apelativi. Kjo palë pra, që e sponsorizoi, e mbështeti me vota, i dha gjithë shka munde t'i jepte nga pozita politike që ishte, kjo fillon dhe ka dyshimet e saj. Në këtë rrafsh ndodhemi tani pra, kur këto 2 kahje, politika dhe drejtësia, janë në një moment për plasjeje, por jo vetëm për raste konkrete. Unë mendoj se është një ide që po piqet në gjirin jo vetëm të elitës politike, po dhe të shoqërisë shqiptare, që ndaloni pak se ne nuk po gjejmë drejtësinë këtë vend, nuk po e gjen i shpronari, nuk po e gjen ai i cilit i kanë marrë shtëpinë pa drejt, nuk po e gjen ai i cili ka humbur ndoshta vendin e punës, ai që ka humbur parat, ai që ka humbur diçka tjetër. Pra, kjo drejtësi nuk po ofron sot atë standard që ne ëndërruam 2016 kur 140 duar than enough is enough, por sot ne kemi të njëjtat fenomene, ndoshta me çmime pak më të larta. Tani kjo është cinike, por realisht ndodhemi në një situatë që i ngjan shumë një zgjatimi të drejtësisë vjetër. Filker, vetëm sot kemi
3 procese, apo 4, mund të shujmë paralelisht, nëse fusim edhe këtë këshillit mandateve. Që ata Rezardi pra pak është po kthehet si një gjykatë. Pra kemi këshillet e mandateve, procesin për kompleksin Partizani, një mendim gjykatës kushtetuese, që i dha drejt gjithashtu Partisë Demokratike, kemi pashtu një lirim, pse quhet kësaj radhe pak më të veçantë, të atij që quhet grupi zjarrit nga policia vetë. Pra njerëz cilët u identifikuan që ishin të armatosur me molotov, vetë zoti Berisha i quajti kryengritës të armatosur, sot pas dite në foltoren e tij të rrallë si quajti kryengritës, jo të armatosur, po ama i qëndroi termit kryengritës, cilët lirohen sërish ndërkohë që prapë shtunën kemi një tjetër protest. Sot u fol shumë që në